Segmenti rrugor që lidh plazhin dhe fshatin e Darzezës është rehabilituar duke përfshirë zgjerimin e rrugës kryesore dhe asfaltimin e dy segmenteve që lidhin fshatin me plazhin. Këto të fundit ishin shndruar në maksin e pushuesve, të cilët, siç tregojnë banorët, shpesh ktheheshin mbrapsht pasi rruga me pluhur dhe gropa bëhej shkak për dëme në automjete. Shumë katastrofë më përpara se të ndërtohesh. Kaluash me vështirësi të madhe kalonjëm. Kurse tani bravo i qoftë që e kanë bërë kështu për pushusat goxha shtesë. Sepse plazhi i Darzezës është plazhi më i mirë në pjesën e Fierit. Plotëtuar nga puna e rërës që ka të mirë edhe detit. Është zgjidhur që problemi i rrugës. Po duhet të bëjnë edhe për këmbësort. Duhet të bëjnë edhe për këmbësort që të kalojnë këmbësort. Këtu edhe pa rrugë ka pasur, sepse është një vend siç e shikoni këte me jod, plazhi Virgjër. Është akoma i panjohur, më pak fjalë tani me të rrugën mendoj që e mirë të vënë ca tabela, se kështu që është mos ta inaugurojmë për keq, ta inaugurojmë për mirë. Bërë mirë me standarde duket e mirë. Ishte katastrofë. Por kemi pura njerëz se kemi vite jetojmë jashtë, edhe kemi pur familje gjermane që vinë, kanë ardhur deri këtu, edhe nuk venin dot. S'kishte mundësi me makina elektrike e gjëra, ktheheshin shumë njerëz mbrapa. Tani shohim, ta pastrojmë, ta bëjmë, ta rregullojmë, ta kishim hapur se me këtë kohë të bukur, pse jo? Çmimet janë të arsyeshme, ushqimi, gjërat, është i vendit, është plazhi, pylli. Mendoj që do kemi sukses këtë vit. Këtë sezon në Darzezë, plazhin më të frekuentuar në qarkun e Fierit, pritet të rritet numri i pushuesve. Rruga drejt plazhit jatë pajisur me ndriçim, ndërsa pritet që sinjalistika të vendoset në ditët në vijim. Projekti është mundësuar nga Këshilli i Qarkut dhe kap vlerën prej 60 milion lekësh.